Njeriu që hëngri heshtjen. Drama heroike, sipas një historie të vërtetë, ende në vijim. Në një qytet të vogël, ku rrugët i njohin të gjithë por askush të njeh për së vërteti, ecën një burrë që dikur kishte gjithë botën në shpatullat e tij. Quhet Ildy. Fliste gjuhë të huaja si të ishin këngë. Bënte të tjerët të ndiheshin të sigurt, të fuqishëm. Por në heshtje, ai vetë binte. Për muaj të tërë, nuk ishte thjesht i vetëm, ishte i padukshëm. Me sytë e ulur, shpirtin e lodhur dhe trupin që shpërbëhej në heshtje, ai ushqehej vetëm me oriz dhe ujë. Ditë pas dite, javë pas jave, në tualet shkonte një herë në 3 ditë, sepse trupi i tij kishte haruar çfarë ishte jeta. Sepse jeta e kishte haruar atë. Në rrugë, kalimtarët që i kishin parë dikur forcën, tash e shikonin me përbuzje, disa me tallje, disa me heshtje që dhimbte më shumë se çdo fjalë. Askush nuk pyeste, askush nuk ndalonte, askush nuk shihte. Ndërkohë, një betejë po ndodhte brenda tij, jo kundër të tjerëve, por kundër vetmisë dhe absurditetit të një bote që nuk dëgjon. Ai e pyeti Zotin, pse unë? Pse kaq shumë dhimbje? A jam unë thjesht një eksperiment për të parë sa mund të duroj? Dhe nuk kishte përgjigje, vetëm një heshtje që bërtiste më shumë se çdo bubullim. Por ai nuk vdiq. Ai duhej të kishte vdekur, por nuk e bëri. Dhe kjo nuk ishte rastësi. Sepse njeriu që hëngri heshtjen për muaj të tërë, është heroi që ende ecën. Ai jeton tani një jetë të dytë. Një jetë pa përfundim të shkruar. Ai është si një roman i ndalur në faqe të fundit, pena qëndron pezu, ndërsa ai zgjohet çdo mëngjes me sytë nga dritarja, duke pyetur veten. A është sot dita që do të ndodhë kthesa? Apo jam unë kthesa vetë? Fund. Jo ende. Kjo histori nuk ka përfunduar. Sepse Ildy është ende këtu. Ildy përqind.